31 marsi 2026 mund të bëhet një nga ditët më të mëdha për historinë e Kosovës së pas luftës. Kjo nëse kombëtarja shtetërore e futbollit e mposhta të Turqisë në ndeshjen që luftohet të martën nga ora 20:45 në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë. I gjithë vendi, por edhe krejt populli shqiptar, kado që është, në Kosovë gjithandej, po mobilizohet masivisht në mbështetje të 23 djemve, nga të cilët pritet që me angazhimin e tyre në fushën e blertë, të shkruajnë momente të mëdha për shtetin e kombin, duke bërë realitet ëndrrën shekullore që deri para 10 vjetëve duke e pamundur atë të pjesëmarrjes së Kosovës në Kupën e Botës 2026. Dita dhe data e sotme po konsiderohen të jenë gati të barabarta për nga rëndësia mobilizuese, edhe me një ditë e datë tjetër të 27 vjetëve më parë, atë të 31 marsit 1999. Atë det u bë thirrje për mobilizim në luftë për liri në emblemën e UÇK-s kundër Serbisë e Jugosllavisë. Veterani i ushtrisë çlirimtare Gazmen Syla, i cili atëherë ishte 16 vjeçar, kujton se kjo ishte domosdoshme që gra e burra t'i bashkohen këtij rreshtimi. Ka vlerë për shumë ata bashkëdhëtarët tonë të cilët nuk kanë qenë në Kosovë ose kanë qenë duke jetuar dhe vepruar jashtë vendit tonë, pra flasin për mërgatën tonë, por edhe për qytetarë tjerë të cilët kishin dalë nga Kosova, nuk ishin më këtu. Ishin për shembull qoftë në Malzi, qoftë në Shqipëri apo në vende tjera që ju lutem kushdo që jeni burra gra, që i plotësoni kushtet, që keni moshën, të bashkangjitni luftës tonë për çlirim, sepse kjo është tepër e rëndësishme, sepse për kohën kur po flasim ne, në Kosovë nuk kishim edhe shumë luftëtarë, sepse kishin ndodhur ofenziva të mëdha, edhe po ashtu edhe u dëbuan popullata shqiptare, edhe jashtë territorit vendit tonë. Prandaj është tepër domosdoshme që gjithë ata burra gra që ishin të gatshëm mi dalë zot vendit vetë me ardhë me rrok pushtë me na bashkëpunjeve këtu. Ftesa për mobilizim pati efekt edhe në Mërgat, sipas nënkryetarit të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Boni efektin e vetë sepse Mërgata jonë që jeton të jashtë një farformë ju përgjigjen kësaj thirrje për mobilizim. Kem të rastin ku shumë bashkëdhëtarë tonë që kanë jetuar jashtë vendit, ju bashkangjiten ushtrisë tonë, këtë rast që pothuajse veç ishte gati, ishin furnizuar mjaftueshëm me armë në kufirin shqiptar aty. Ata erdhën aty, fillu mu stërvit, edhe mu bo gatshëm, do të thotë që me hy në luftë. Kjo ndodhi pak ditë më vonë, tani fillon edhe ky operacioni Shigjeta, po ashtu krah asaj edhe betejë Kosharës. Pra një farformë dha rezultat, sepse gjithë ata mërgjimtarë që jetonin jashtë, ju përgjigjen kësaj ftese, edhe erdhën ju dini edhe batalioni Atlantiku që përgjigjet, po ashtu edhe plot bashkëdhëtarët tonë, erdhën edhe u bën pjesë e radhave të UÇK-s, e më konkretisht kufirin shqiptar, pra në Koshare, në kufe atje. Me që përgjigja ndaj ftesës për mobilizim doli e suksesshme, nuk pati nevojë për një thirrje të dytë. Kjo dhe për një arsye tjetër, intensifikimi i sulmeve ajrore nga ana e NATO-s, po e dobësonte gjithnjë më shumë Serbinë e Jugosllavinë. Për në kohën kur po flasim ka qenë tepër e rëndësishme, por përsëris prap, në kohën kur ka ndodhur thirrja për mobilizim, është të tregu një farë urgjencë. Ju lutem jeni se ndoshta jena në përfundim të luftës, edhe shumë shpejt ndoshta ka me intervenu edhe faktori ndërkombëtar, më konkretisht NATO-ja, prandaj jeni ta bëjmë edhe atë goditjen e fundit që ta përshpektojmë edhe intervenimin e NATO-s në këtë rast. Edhe kështu ndodhi, prandaj ishte pothuajse hera e parë që mbaj mend është hera e parë edhe vetëm që është tirë, megjithatë fatmirësisht nuk patëm nevojë më për thirrje tjera. Syla, i cili në fakt ishte bashkuar UÇK-s para ftesës për mobilizim të 31 marsit 1999, thotë se atmosfera e këtyre ditëve në Kosovë po i ngjan në një farë mënyre të paktën në shtimin e emocioneve kombëtare, kohës së para 27 vjetëve. Shqiptarët e kanë dëshmuar një gjë të tillë, sa që janë bërë bashkë, kanë dalë fitimtar. Prandaj kjo ka qenë tepër e rëndësishme atëherë, është tepër e rëndësishme edhe sot, edhe sikur më parë edhe sot.
Nëse Kosova fiton ndeshjen kundër Turqisë që luhet sonte në Fadil Vokre, siguron për herë të parë pjesëmarrje në kampionatin botror të futbollit, që mbahet në qershor e korrek në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksik e Kanada. Një gjë të tillë nuk e kanë bërë shtete kombëtare shumë më të vjetra se Kosova.